Përshëndetje. Orame, po qa bëno për ideot? Qa e ke këtë politikë që pëndjek? Qa e ke këta kalamaj që nëzjeru? Njeri dele thot, jemi petalet e të ndafilat e ku e di unë. A i tjetri dele thot, po i mbajmë ne që këte, thot, shqiptarët, thot, e emigrimi, thot, në Itali e në Gjermani. Po qa janë këto, është turp, të ofendosh i emigrantët që po i mbajnë ata në Shqipëria, është turp i madh për zotin. Sepse një matematik shumë të vogël, po të bësh të shikosh kursin e valutës, e kupton. Ku të bje valuta do të thot qka shumë, prodhimi, ullë koston në vë. Po këto, nga kanë ardhur? Nga është futur kjo euro? Gjithmonë nga emigrantët. Emigrantët po e ngrejnë atë vënd. Dhe ti t'i ofendosh tua që po i mbajnë me bukë që këtej, është turp. Kështu e mendoj unë. Ti s'ke pse i trëmbesh politikë, so ur. Unë se kuptoj pse trëmbesh. Na kush trëmbesh? Ti s'ke me kundërshtar. Ne i demokrat që ka ngelur tek këtu janë shumë pak. Pjesa me madhe kanë ikur. Si puna ime, jemi këtej, s'na intereson fare as të votojmë, as të bëjmë për asnjë. E kupton? Edhe nëse jemi demokrat apo socialist, kush është jashtë nuk është shumë interesuar. Aty kundërshtar tjetër s'ke. Kë ke Adriatikun, çfarë do bëj Adriatiku? Me lekë të vjerrit do marri pushtetin, se bën dot. Luli, po lule din gjithë. Agroni, që ja vleni çik për kundërshtar, të themi realitetin, por është i vetëm, s'ka njerëz, s'merret pushteti vetëm. Ti ke të gjitha. Arën në dorë, guri në dorë. S'ke pse trëmbesh. S'ke pse bën këtë politikë kështu, me ofendime. Është ofendim. Mos e bëj. Mos i nxirr ata kalamajt. Ata janë servila të tut. Servili nuk është i mirë, kur. Edhe ty, nesër pas tresër do të hedhi poshtë do të shaj. Në rregull. Ai të serviloset sot për të zënë një vend pune nesër. Po kur ti këshna pushteti, do jesh i pari që do të shaj. Mos i nxirr më këto gjëra, këta budallënj. Edhe mundësisht luftoj, mësoj, edukoj. U thua jo. Çdo njeri ka bindjen e tij. Kush do të votoj. Kush nuk do, le mos votoj. Kush do të votoj majtas, kush do djathtas, vota e lirë, jemi demokraci 2025. Okej. Mësoni një çik, sepse nga këto gjëra rrjedhin pastaj deri te analfabetizmi që kanë ngelur që s'din të shkruajnë akoma emrin e tyre. Turp. Në rregull, mundoni të bëni një politikë të pastër. Aq më tepër ti që s'ke kundërshtar, s'duhet të kesh frikë. Hajde. Respekte rame, respekte. Edukojnë qiko, edukojnë qikse. Kur ju shikojmë, na vjen keq.